Mbrëmja e Primit në Big Brother VIP Albania dhuroi një nga momentet më prekëse të këtij sezoni. Kelly, një nga konkurrentët e spektaklit, u takua me djalin e tij në një përqafim të ngrohtë që la të gjithë pa fjalë. Emocionet ishin të papërmbajtshme, jo vetëm për banorët, por edhe për ata që e ndoqën nga ekrani. Por ajo që bëri këtë moment akoma më të fuqishëm ishte reagimi i Ledionit, i cili, ndonse në rolin e moderatorit, nuk mundi të mbante lotën. I ngarkuar emocionalisht, ai la mënjan kufit e profesionalizmit dhe u bë thjesht një njeri që po përjetonte një emocion të madh, një emocion që e bëri të lëkunde. Ju kërkoj ndjes për atë që ndodhi, ishte jo profesionale, por sa për të kuptuar, unë edhe këtë vit jam në Big Brother. Vitin që vjen nuk më marrin më sepse e kam zemrën shumë të butë, tha ai mes lotëve. Fjalët e tij, të shoqëruara me një buzëqeshje të lehtë, u perceptuan nga disa si një formë shakaje, por nga të tjerët si një shfaqje e sinqertë e ndjenjave të tij. Ato pak sekonda e zbuluan një Ledion ndryshe, jo vetëm si një prezantues i mbredh dhe i rezervuar, por si një njeri që nuk mundi ta mbante veten përballë një dashurie të pastër prindërore. Ky moment i rrallë e bëri publikun të reflektojë mbi fuqinë e emocioneve dhe mbi faktin se ndonjëherë edhe ata që shfaqen të fortë përballë kamerave kanë një zemër që ndjen po aq fort sa kushdo tjetër. A është ky një sinjal se Ledioni po mendon të largohet nga ky format pas këtij sezoni? Apo ishte thjesht një shprehje spontane në mes të një momenti të papërshkrueshëm? Koha do ta tregoj, por një gjë është e sigurt, kjo skenë do të mbetet një nga më të ndjerat e këtij sezoni të Big Brother VIP Albania.